Një valë e gjerë kontrolli ka përfshirë sistemin e burgjeve në Shqipëri, ku veç verifikimeve për sende të ndaluara, si telefona, thika, droge, materiale të tjera, në fokus është vendosur edhe nisja e inspektime auditeve mbi punën e administratës së drejtorive të burgjeve në disa qarqe. Gazetari i Syri.net, Elton Qyno, ka mësuar se veprimet më të rënda janë konstatuar në burgun e Rogozhinës, ku drejtori i këtij institucioni ishte Bilal Hasa. Ky i fundit u shkarkua menjëherë nga detyra pas skandalit që përfshiu familjen e tij, pasi në banesën e vëllait, policia e Peqinit zbuloi një fermë ku kultivohej lëndë narkotike cannabis sativa. Disa persona që vuanin dënimin në burgun e Rogozhinës u është dhënë amnistia fiktive nga administrata e burgut dhe përpasoj ata janë liruar. Amnistia dyshohet se ka qenë falsifikuar dhe është futur në dosjen e vuajtjes së dënimit të personit të burgosur, duke sjellë më pas për llogaritjen e uljes së dënimit dhe përpasoj daljen më shpejt nga burgu. Inspektimi ka zbuluar se konkretisht ka disa të dënuar të cilët kanë përfituar lirinë fal amnistive të dhëna nga vetë drejtori i institucionit. Nisur nga kjo situatë, janë konstatuar mbi 8 raste të verifikuara nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve që kanë pasur amnisti fiktive. Deri në këtë fazë ku ndodhet inspektimi, nuk është marrë asnjë masë përgjegjësie për drejtuesit e burgjeve që kanë abuzuar me detyrën, qoftë masa disiplinore apo edhe kallëzime penale në prokurori.